vështirë në këtë përvojë me u gjeta, dhe me mbrojt luftëtarët e lirisë me një gjykatë që vërtet krejt narrativ politike. Është jashtëzakonisht vështirë. E pohon vetë që i kanë marrë fakte, prova, mundësi të stisura nga Serbia në gjykatën e Kosovës. Po, kjo ka qenë një debat shumë interesant, edhe ndoshta vlen të theksohet se gjyqtari edhe prokurori duhet të njohë edhe historinë edhe kulturën e personit që e gjykon. Nga se ka pas raste ku në prova janë gjendur edhe deklarata të dëshmitarëve, të ashtu quajtur dëshmitar, të cilët ata i kanë dhënë për shembull në vitin 2001 në Serbi, ku në deklarat ka shku për shembull policia e Prishtinës me Selinë Nish. Edhe ka qenë pakapshme për një gjyqtar ndërkombëtar, prokuror ndërkombëtar, po edhe avokat, qysh ka mundësi një gjë e tillë, ata fare nuk e kanë vërejtë që ajo deklaratë është e pavlefshme. Pse? Sepse për të qenë një deklaratë e vlefshme e dëshmitarit, ajo duhet të merret nga autoriteti kompetent. Në vitin 2001 nuk ka qenë kompetent policia e Prishtinës me Selinë në Nish. Sepse me rezolutin 1244 për 10 qershorit 1999, vetëm Unmiku ka qenë, do të thotë, institucion legjitim për ndërmarrjen e veprimeve me pasojë juridike në Kosovë. Dhe vetëm nëse ato deklarate do të ishin marrë nga Unmiku, do të kishin pas fuqi provuese. Mirë po, ata fare se kanë kuptu, madje thoshin, por na s'mund t'i tregojmë Serbisë se si ka mi qujt institucionet e veta. Kur ne i thamë, po, a mundet me qenë policia e New Yorkut me Selinë në Meksik. Jo është çmenduri. Po Ballkani ka shumë çmenduri. Kështu që duhet me ditë kontekstin edhe kulturën ballkanike për me i kuptu, domethënë, edhe rrethonat. Tentativa për mu, për ta shpif edhe këtë gjë, domethënë, më bën që në çdo vendim, ku edhe ki të drejtë të mos i besoj vendimit tonë të padrejtë, sepse ti po jep elemente që gjithçka është e padrejtë. Luftë e madhe me arsyetu, sa i kanë harxhu ata? Dikun ja 2 miliard flitet që i kanë harxhu. Po. 2 miliard me u pas investu në Kosovë. Do ta kishim një sistem drejtësisë të cilit do t'ja kishte lakmia gjithë bota. Gjithë bota. A mund të ketë shtet ligjor pa drejtësi të barabartë për të gjithë? Jo, shteti ligjor duhet t'i garantoj ato premisat e gjykimit të drejtë. Duhet t'i garantoj qytetarit se do t'a mbroj ligje, jo individi. Sepse ne jemi mësuar në kaluarën që na mbroj individi. Edhe madje ka mbetur e kom një njeri ministri, e kom një njeri polici, sepse nuk t'ka mbrojt ligji, po t'ka mbrojt individi. Shoqëria jonë duhet t'a ndërtoj një sistem të atill ligjor që qytetarin do t'a mbroj ligji, që qytetarit të mos ketë nevojë për ndihmën e askujt, po vetëm për ndihmën e ligjit. Kur të arrijmë këtë, mund të themi se jemi të gatshëm që të jemi edhe antar të Bashkimit Evropian, nga sa aty duhet të plotësohen shumë standarde e në mesin e atyre standardeve, standardi kryesor është sundimi i ligjit. Qytetarin do ta mbrojë individi, por do ta mbrojë ligjin. A ke thënë gjë shumë bukur. A është drejtësia sa të Kosovë, ma afër qytetarit apo ma afër pushtetit? Unë mendoj se edhe çka duhet bëjmë që ta balancojmë këtë? Për ta balancuar, vetëm ta zbatojmë kushtetutën. Kushtetuta e Kosovës është e bazuar në ndarjen e pushteteve. Pushtetin legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Dhe njëri pushtet nuk ka nevojë të nënshtrohet pushtetit tjetër. Nëse ne e zbatojmë në praktikë këtë që na jep kushtetuta në letër, atëherë gjithsesi se do ta kemi një shtet ku sundon ligji. Edhe njerë ka me të pytë diçka. Nëse drejtësia dështon në të gjitha shkallët, ku do të shkoj njeriu i Kosovës? Të shpresojmë së shpejti në gjykatën evropiane për drejtat e njeriut, nga se instanca e fundit ku mund të kërkohet drejtësi në Kosovë është gjykata kushtetuese, mirë po, gjykata kushtetuese, e thashë në fillim, nuk e bën atë gjykimin e rregullt, gjykimi në gjykatën kushtetuese është mjaft specifik, mirë po, instanca e fundit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut, përfshi edhe të drejtën për një gjykim të drejtë, për momentin është gjykata kushtetuese. Apo arrin të lexosh përveç pjesës juridike, përveç këtyre ku je sigurisht i mytur në to,
diçka tjetër të shpirtit, lexon kështu kur shiko? Po, kam dëshirë të lexoj, sidomos Senekën, Stoikët më pëlqejnë shumë, gjithnjë është më pak kohë që të lexoj literaturë që më pëlqen, nga se dosjet të cilat i kam në punë janë jashtëzakonisht voluminoze me mira faqe, të cilat jo vetëm se duhet lexuar, po duhet edhe studiuar, pastaj duhet lexuar edhe praktikë gjyqësore të Kosovës, vendeve të rajonit, gjykatës evropiane, kështu që fare pak mbetet kohë për leximin e literaturës që të pëlqen. Avokatët e duan edhe stoicizmin, a? Patjetër. Patjetër. Familja juaj përbëhet prej? Prej bashortës, 2 vajzave dhe 1 djalë. Edhe 1 djalë. Kush ka qenë mbështetja jote? Po natyrisht më e madhe në jetë. Në këto vitet, sidomos të bujshme, të mungesave të gjata, të udhimeve të gjata, të zgjimeve në mes të natës. Patjetër se pa mirëkuptimin e familjes është jashtëzakonisht vështirë që të funksionosh edhe të mbjetosh në këtë profesion, nga se nëse ty si avokat të bjen të punosh gjatë vikendit, ti ja ke sakrifiku edhe familjes vikendit. Nëse duhet me shty ndonjë pushim, ti e ke sakrifiku edhe familjen në atë drejtim. Mirë po, patjetër se duhet të ketë mirëkuptim, nga se e thashto në fillim, avokatia nuk është veç vend pune, po është mision. Mision. Në këtë përgjën të kasëm në zonën të uaj rëshmit në absolutisht të përqafojnë prej këtu që të kanë suportu, e të kanë mirëkuptu, vazhdojnë me të mirëkuptu. Ta i mirëkuptimi absolut e shohi më vonë, do të shkojnë në rrugës tëndë në djali, thatë në... Djali, po se vajzat kanë zjedhë drejtime tjera. Avokatin dërum, zotëri Artan Qerkini, ne njihemi se... Pa tjetër. Jetojmë në një qytet, sa rrallë, shihemi sa rrallë, thotë Kadareja, po na ke thënë gjëra shumë të bukura, në realitet kam prit ka herë, edhe do t'ishte mirë edhe shpesh herë të na mbanit në një ligjërat trajnimi, të shkurtër e të qartë, si që na keni thënë edhe sonte, jo për tjetër, po prej këtu na vlejmë, e thash në fillim të çdo spektakli, e thëmë që Odeoni ka qenë vërtet sheshi i fjallës së mirë edhe këngës së bukur. Kënga e bukur ka arktu, fjalla e mirë absolutisht ka progredu proceset, mendjet e njerëzve i ka përqap, sepse njerëzit kanë dëgju, radha e parë kanë shtru pyetje, të mençurit janë përgjegj. Në këtë rast, sonte ju patëm juve si një margaritar që na keni thënë gjëra shumë bukura. Shumë faleminderit. Kishte kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Faleminderit.